Se dojmë zgjedhje, shkojmë zgjedhje. Pa diçka besoj ne. More nëse jep edhe njëherë mundësinë gjykata kushtetuese që nuk është terra fati, jam i bindur që PDK-ja, LDK-ja mi propozu Agim Veliu na Adem Grabovcin, keni me votu për president veç mos më shkon zgjedhje. Se kjo situatë e keni pa dhe ju që ju ka dëmtu. Ne sikur të donim një emër blanko, do të kishim nënshkruar për PDK-n, po nuk dojmë një emër blanko. Pas kalimit të afatit dhe reagimet publike dhe matjet që keni bë, e keni pa realisht se ku qëndron. Se fillimisht keni shku me atë fariden që perime ju ka sjell vota blokada e kuvendit dhe prap ndodhe të presidenti dhe shkojmë prap në zgjedhje. Po një gjatë tillë ka thonë edhe kryeministri. Pse mendon që ne kërkojmë më shumë se 51% këtë rast? S'po të kuptoj. Ma thuj logjikën, e cila neve na dëshiron të shkojmë në zgjedhje. Apo e doni në kryetarin e partisë president? Apo e doni në kryetarin e partisë president? Jo, nuk është ideja që 51% doni më shumë se 51%. Po ideja që okej, na jemi komod, na ma poshtë se 51% nuk shkojmë, edhe ona tjetër opozita friksuar dhe nënshtrohet dhe na voton Glau Konjullcën, edhe shkojmë tutje. Në Republikë Parlamentare nuk ka komoditet. Në aspekt na pret një mal me punë para. Shumë rregull është nëse keni si qëllim partijak, se qëllimi i partisë tek e funit është mi marrë secilin institucion. Por në aspekt të demokracisë nuk po funksionon diçka. Në këtë rast qëllimi